koordinimi i politikave që lidhet midis sistemit të arsimit universitar dhe zyrave të punës dhe punësimit është një kriter shumë i rëndësishëm dhe për këtë arsye universitetet e ndryshme publike dhe jo publike gjatë kohës apo në ciklet të saktuara kohore bëjnë atë që quhet takimi i alumnëve, pra studentëve të cilët kanë mbaruar universitetin dhe ndërkohë janë punësuar në vëndje për të promovuar vlerën e punësimit dhe vlerën e lidhjes së punës me tregun e punës me tjerë. Një gjë duhet të jetë e sigurt që punën duhet ta kërkosh fort dhe duhet të shikosh cilat janë armët e tua në dorë për të realizuar atë që quhet rekrutimin në punësim, duke pranuar në fillim punën sezonale, pastaj punën e pjesshme, derisa të futesh në atë që quhet profili yt dhe dia jote e cila nuk do të mbarojë aty, por do të vazhdojë gjatë gjithë jetës sepse do duan kualifikime të ndryshme për të mbajtur vendin e punës apo për të krijuar në tregun privat një aktivitet të ëndër në kuadër të formimit që ti ke marrë.